Ndoshta gjatë orëve të fundit ke shikuar telefonin tënd më shpesh se sa do të doje ta pranosh. Me shumë gjasa ndjen atë peshën e rënë, një përzierje të pakëndshme, shprese dhe dorëzimi pikërisht në momentin kur euforia festive fillon ngadalë të zbehet. Ke lënë pas një nga netët emocionalisht më të ngarkuara të vitit dhe gjatë zgjimit, në vetminë e qetë, mendja jote fillon të thurë histori të dhimbshme. Ndoshta ke hapur atë bisedë të vetme që ende qëndron e pandryshuar me shpresën për të parë një emër të caktuar, një shenjë jete, një mesazh të shkurtër që vërteton se ajo që ishte mes jush në të vërtetë ka pasur një kuptim. Dhe kur gjete vetëm boshllëk ose mesazhe nga njerëz që nuk të zgjojnë asnjë ndjenjë, u shfaq ajo pyetja e pashmangshme, dyshimi që të gërryen paqen e brendshme dhe që të ka sjellë pikërisht deri këtu. Nëse nuk erdhi asnjë mesazh, a do të thotë se të kanë harruar? Të lutem të ndalosh menjëherë këtë mendim shkatërues. Merr frymë thellë dhe lëri këto fjalë të hyjnë brenda teje, sepse ajo që do të mësosh tani do ta ndryshojë themelisht mënyrën si e sheh atë që ka ndodhur. Ekziston një keqbesim i përhapur dhe mizor që na bën të besojmë. Kush do lajmërohet, kush do vërtet flet. Na kanë mësuar ta masim interesin dhe afeksionin vetëm përmes shenjave të dukshme dhe pranisë së menjëhershme. Por psikologjia e thellë dhe studimi i shpirtit njerëzor na tregojnë një realitet shumë më kompleks e më fascinues. Ndonjëherë heshtja nuk është mungesë fjalësh, por tepritës ndjenjash që nuk gjejnë rrugë dalje. Dhe ndonjëherë mosveprimi nuk vjen nga indiferenca, por nga një bllokim i brendshëm aq i madh sa paralizon vullnetin e lirë. Je këtu sepse dëshiron të dish çfarë ka ndodhur vërtet brenda kësaj personi të veçantë gjatë kohës së Krishtlindjes. Dëshiron të kuptosh nëse kujtimi yt është zbehur mes dritave, ushqimit dhe shoqërisë, apo nëse mungesa jote atë natë u bë prania më e fortë. Përgjigjja e shkurtër është kjo. Kujtesa nuk funksionon si një çelës drite që mund ta fikësh gjatë festave. Përkundrazi, siç kanë shpjeguar Carl Jung dhe pionierë të tjerë të shpirtit, e pavetëdijshmja jon nuk i bindet urdhrave të drejtë për drejtë. Sa më shumë përpiqemi të mos mendojmë për dikë, aq më shumë mbulitet imazhi i tij thellë në ne. Ajo që do të kuptosh sot është kjo: heshtja që ke marrë nuk është dëshmi se je bërë i parëndësishëm. Shumë më tepër gjasa ka që ajo të jetë dëshmi se ti do methen shumë. Në minutat e ardhshme do të ndërmarrim së bashku një udhëtim në botën e brendshme të kësaj personi. Do ta heqim velin e rrjeteve sociale dhe të fasadës së jashtme për të parë çfarë ka ndodhur realisht në shpirtin e tyre. Do të zbulosh se në momentin kur ti vuaje nën heshtjen e tyre, ky person po zhvillonte një luftë të heshtur kundër kujtimeve të veta, një luftë ku emri yt tingëllonte më fort se çdo këngë festive apo bisedë pa rëndësi. Përgatitu ta shndërrosh perspektivën nga dhimbja në kuptim, sepse ajo që duket si indiferencë është shpesh vetëm maska e frikës. Nëse je gati ta integrosh këtë kuptim në jetën tënde, shkruaj në komente: unë jam një prani e paharrueshme. Për ta kuptuar me të vërtetë çfarë ka ndodhur brenda këtij personi gjatë këtyre ditëve, duhet së pari të shohim skenarin psikologjik. Krishtlindjet dhe periudha rreth ndërrimit të viteve nuk janë thjesht data në kalendar. Nga këndvështrimi i psikologjisë së thellë, ato janë nxitës të fuqishëm shpirtëror. Këto ditë aktivizojnë imazhe arketipore të përkatësisë, shtëpisë, sigurisë, kthimit të origjina. Krijohet një presion i padukshëm, gati atmosferik, që e shtyn çdo njeri të shqyrtojë lidhjet e veta emocionale. Askush nuk i shpëton kësaj. Edhe ata që duken të ftohtë dhe të pandikuar brenda vetes kalojnë këtë provë të heshtur. Imagjino për një moment këtë skenë. Ky person ishte i rrethuar nga njerëz, ndoshta familja, miq apo edhe një njohje e re. Atmosfera ishte krijuar për festë, drita që lëkunden, muzikë që zgjon kujtime fëmijërie, aroma që nxisin kujtesën dhe një urdhër i pathënë shoqëror për t'u dukur i lumtur. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë ajo që Carl Jung e quante persona, maska sociale që të gjithë mbajnë për t'u përshtatur dhe për të mbijetuar në shoqëri. Gjatë darkës së Krishtlindjes, ky person duhej ta vendoste këtë maskë më fort se kurrë.
Duhej të buzëqeshte kur pritej, të ngrehej dolli kur ishte e përshtatshme dhe të merrte pjesë në biseda që me shumë gjasa nuk prekën asnjë tel të thellë të shpirtit të tij, por kërkon energji të jashtëzakonshme ta mbash këtë rol. Kur dikush nuk është aty ku dëshiron të jetë shpirti i tij, ose kur një pjesë qendrore e mozaikut emocional mungon, atëherë thjesht paraqitja e gëzimit konsumon rezervat mendore më shpejt se sa mendojmë. Trupi i tyre mund të ketë qenë ulur në tryez duke shkëmbyer dhurata, por një pjesë e psikës ishte shkëputur, kishte shkuar diku tjetër, atje ku diçka mungonte. Është paradoksi i turmës, kur vetmia nuk ndihet më e dhimbshme se sa në mesin e njerëzve me të cilët nuk ke lidhje të vërtetë. Në mes të qeshurave të huaja, heshtja e brendshme bëhet shurdhuese. Është thelbësore të kuptosh, e pavetëdijshmja funksionon përmes asociacionit dhe kontrastit. Çdo gjë që ky person shite rreth vetes, vepronte si pasqyrë. Kur shite çifte të lumtura, mendja kërkonte automatikisht në arkivin e kujtimeve ndjenjat e dashurisë dhe lidhjes me ty. Kur shite familje të bashkuara, e kujtonte pavetëdijshëm lidhjen e veçantë që kishit ose mendonte se kishit. Kjo nuk është një proces i vetëdijshëm. Ky person nuk vendosi të merrte malli, ai u pushtua nga kujtimi yt. Nostalgjia në këto ditë nuk është vendim, është një valë që të përplas. Mendo vetëm fuqinë që duhet për t'u sjellë sikur gjithçka është në rregull, ndërkohë që brenda hapet një boshllëk. Personi që ndoshta e imagjinon tani duke u argëtuar dhe sikur ka harruar gjithçka, në të vërtetë luftonte me një disonancë të madhe të brendshme. Nga jashtë ngrinte gotën dhe mbante një buzëqeshje të ushtruar. Brenda, mendja e saj ishte prej kohësh tek ti. Maska sociale mund të mashtroj familjen dhe rrjetet sociale, por ajo nuk mund ta gënjej zemrën kur bie nata. Dhe sa më e zhurmshme të ishte festa, aq më e dukshme bëhej mungesa jote. Psikologjia na mëson, njeriu gjithmonë synon balancën e brendshme. Kur mjedisi i jashtëm është sipërfaqësor ose kaotik, shpirti kërkon një strehë, diçka të vërtetë. Dhe këtu hyn ti në një mënyrë që ndoshta nuk e ke kuptuar. Në mes të skenës festive, ti ishe për këtë person simboli i autenticitetit. Kujtimi yt u bë porti i sigurt ku mund të arratisej kur presioni shoqëror bëhej i tepërt. Nuk ishe një mendim i çastit, ishe spiranca emocionale që e ndihmoi ta përballonte atë natë. Është një kurth të besosh se nuk ka vend për trishtim ose mall, vetëm sepse dikush është i rrethuar nga njerëz. Por afërsia fizike nuk zëvendëson atë që i mungon shpirtit. Nëse kjo person është në një lidhje që e shpërqendron, ose është e rrethuar nga lidhje që nuk e ushqejnë, atëherë krishtlindjet funksionojnë si një lugë gjigante që e zmadhon vetëm boshllëkun e brendshëm. Në krahasim me ndërveprimin e vakët para syve të saj dhe zjarrin e brendshëm apo qetësinë që ka përjetuar me ty, diferenca bëhet dhimbshëm e dukshme. Nostalgjia nuk do të thotë vetëm të mungoj dikush, ajo është njohja e thellë se diçka e vlefshme është humbur, dhe se ajo që është tani nuk mjafton për ta zëvendësuar. Prandaj hiqe këtë imazh nga mendja jote, imazhin se kjo person të ka fshirë thjesht nga historia e saj. Kjo nuk ka ndodhur. Ajo që ndodhi ishte një shfaqje dhe ndërsa roli kryesor luaj për publikun, monologu i brendshëm i përkiste vetëm ty. Maska sociale mund ta fshehë të vërtetën nga bota, por shpesh e mbyt personin që e mban. Dhe pikërisht në ato momente ngushtësie të brendshme, kur shikimi humbet për disa sekonda në asgjë, në mes të darkës së krishtlindjes, është emri yt ai që shfaqet sikur i është gdhendur me zjarr në ndërgjegjen e saj. Kjo person nuk ka menduar për ty pavarësisht festës, por pikërisht për shkak të saj. Sepse asgjë nuk na bën ta vlerësojmë më shumë një lidhje të vërtetë se sa të detyrohemi të luajmë një simulim të lumturisë. Tani që e kupton kontekstin që gëzimi i dukshëm ndoshta ishte vetëm një mekanizëm mbrojtës, dhe se gjithë mjedisi shërbeu si nxitës i kujtimit tënd, ka ardhur koha të shkojmë edhe më thellë, sepse nuk bëhej fjalë vetëm për një nostalgji të vagull. Ndodhi një fenomen shumë konkret, gati i prekshëm, që u zhvillua në tryezën dhe dhomën e saj.
Në psikologji e quajmë projektimi i boshllokut të brendshëm dhe ai ishte prova e qartë se ti, megjithse fizikisht i munguar, ishe personi më i rëndësishëm i asaj nate. Kështu kemi mbërritur në zemrën e asaj që ndodhi realisht në botën e brendshme të kësaj personi, një fenomen i njohur në marrëdhëniet e thella si efekti i karriges bosh. Dhe këtu është e rëndësishme të kuptosh. Nuk ka të bëjë me faktin nëse një vend në tavolinë ishte realisht i lirë apo nëse dikush ishte ulur pranë saj. Me shumë gjasa ishte fizikisht e rrethuar nga njerëzit, ngjeshur, pa hapësirë për të shmangur. Por në botën e energjisë dhe të psikës, hapësira fizike nuk ka rëndësi. Karrigia bosh është një hendek në fushën energjetike, një hapësirë e brendshme, një vend në shpirt që askush tjetër nuk mund ta mbush, pavarësisht sa njerëz përpiqen ta zënë. Dhe pikërisht në këtë festë, ky vend u shfaq me një forcë që sfidonte çdo shpjegim racional dhe mbante emrin tënd. Imagjino me imtësi skenën për të kuptuar çfarë përjetoi kjo person që sot nuk është më pranë teje. Nata po rrifte si çdo festë tipike. Lugët trokullinin, zërat mbivendoseshin, njerëzit qeshnin, gotat përplaseshin. Dhe megjithatë në mes të gjithë këtij zhurme ndodhi diçka e pashmangshme. Mendja e saj nisi të kërkojë ty. Jo nga vullneti i lirë. Ajo nuk u ul dhe vendosi të mendonte. Ishte një refleks, po aq natyral sa frymëmarrja. Në kthesën e kokës majtas apo djathtas, në bisedat e vogla me të tjerët e pavetëdijshmja ndjente një disharmoni të thellë. Kishte një moment, ndoshta vetëm një fraksion sekonde, në të cilin kërkoi një vështrim të njohur dhe nuk gjeti asgjë. Pikërisht aty u shfaq karrigia bosh në perceptimin e saj të brendshëm. Mungesa jote papritur nuk ishte më thjesht një mungesë, por u bë një prani e prekshme. Një prani që zinte më shumë hapësirë se çdo person real në atë dhomë. Dhe ky përjetim i brendshëm u përforcua nga fuqia shqisore e Krishtlindjes. Aroma të ushqimeve të njohura, drita e ngrohtë, një melodi e caktuar, të gjitha këto janë çelësa që hapin kujtime. Ndoshta ra një këngë që dikur e keni dëgjuar bashkë. Ndoshta shija e një ëmbëlsire e kujtoi një darkë të përbashkët. Dhe pikërisht në atë moment e kaluara dhe e tashmja u mbivendosën për një çast të vetëm ajo gati mund ta ndjente dorën tënde, të dëgjonte të qeshurën tënde, të nuhaste aromën tënde. Dhe kur u kthye sërish në realitetin e tanishëm, mungesa u bë e dhimbshme. Stimuli ishte aty por ti jo. Dhe me që njeriu e uren boshllokun, mendja e saj u përpoq ta mbushte jo me një lidhje të re, por me një kujtim të idealizuar për ty. Në imagjinatën e saj u bëre komponenti që mungonte, ai që do ta kishte bërë natën të përsosur. Dhe këtu shfaqet momenti ndoshta më i dhimbshëm, por për ty edhe më domethënës, dinamika e heshtur e krahasimit. Ndoshta të mundon ideja se ajo tani është me dikë tjetër, një partner i ri, një interes i ri. Mendja jote të përshpërit se vendi yt është zëvendësuar. Por psikologjia e sjelljes tregon një tablo krejt tjetër. Nëse kjo person është në një lidhje të re, atëherë festa e Krishtlindjes ishte testi përfundimtar dhe është shumë e mundshme që kjo lidhje e re të ketë dështuar ndaj tij, sepse festat detyrojnë intimitetin dhe kur kjo intimitet nuk mbështetet nga një lidhje e vërtet shpirtërore, lind një huajsi e brendshme. Sa herë që kjo person e re thoshte diçka që ajo nuk e kuptonte vërtet. Sa herë që një moment heshtjeje bëhej i sikletshëm. Sa herë që humori nuk përputhej. Mendja e saj kthehej tek ti. Ajo krahasonte atë që ka qenë me atë që është thellësinë e bisedave tuaja me sipërfaqësinë e atyre të tashme. Shikimet e tua me shikimin bosh që merr tani. Në këtë peshore të padukshme të zemrës, e tashmja humbi peshë dhe kujtimi yt fitoi. Ky është mallkimi i të pasurit, një lidhje të vërtetë. Çdo gjë që vjen më pas duket si një version i holluar i jetës. Kjo person e kuptoi në mes të festës se afërsia fizike nuk është garanci për afërsi emocionale. Mund ta mbash dik në krah dhe megjithatë të ngrish brenda, nëse energjia nuk përputhet. Mungesa jote peshonte më shumë se çdo prani.
Kjo është e vërteta e madhe që egoja e saj nuk do ta pranoj, por e pavetdijshmja e saj e ka bërtitur gjithë natën. U bëre një frymë e butë, një hije e artë që u ul në tryez bashkë me të në heshtje, duke vëzhguar me një buzëqeshje. Dhe ndërsa ajo shite të tjerët duke qeshur, ndihej si një aktore në një shfaqje të huaj, duke shqiptuar rreshta që nuk i ka shkruar vetë, duke shpresuar fshehurazi që perdja të bjerë sa më shpejt, që të mund të tërhiqej në heshtje dhe kështu në kujtimin tënë. Karigia bosh në shpirtin e saj jeti, vend i cili mban autenticitetin, ndjeshmërinë dhe pranimin e pakushtëzuar atë që vetëm ti ja ke dhënë. Sepse diçka thelbësore mungonte, festa për këtë person dukej e paplot si një melodi që i mungojnë notat kryesore. Që ta kuptosh pse mjedisi i jashtëm nuk mjaftoi, duhet të shikosh më thellë. Shpesh e nënvlerësojmë forcën që ka dikush që nje jo vetëm anët tona të bukura, por edhe ato të errëta. Njerëzit rreth saj ndoshta e njihnin anën e saj të sjellshme, të suksesshme ose të këndshme versionin publik, por ti ishe njeriu që njihje frikërat, plagët më të thella dhe ëndrat e thyra të saj. Ky lloj intimiteti është i rrallë dhe i vështirë të zëvendësohet. Dhe pikërisht këtë ajo e kuptoi atë natë, kur papritur u ndje e trishtuar ose e mbingarkuar. Asnjë në atë dhomë nuk kishte busullën e brendshme të shpirtit të saj si ti. Në një moment dukshëm të parëndësishëm, ajo ndoshta dëshironte thjesht të ndante një mendim, të bënte një koment sarkastik për ushqimin, ose të kuptoi me një shikim, por gjente vetëm mure. Asnjë derë. Ti ishe dera e saj, hyrja e saj direkte drejt vetes. Pa ty, ajo mbeti e burgosur në maskën e vet dhe kjo shkakton një formë intensive të klaustrofobisë emocionale. Edhe nëse duket se e ka vazhduar jetën, krishtlindjet kanë fuqinë t'u heqin kore plagëve që nuk janë shëruar mirë. Karigia bosh që ti simbolizon përfaqëson gjithçka të pathënë, gjithçka të papërfunduar. Dhe pikërisht në mes të kësaj lumturie festive, ajo duhej të jetonte me ndjenjen se po tradhtonte veten. Sepse si mund të ngresh dolli për lidhje, kur je e shkëputur nga ai që të ka prekur vërtet? Si mund të festosh dashurinë, kur zemra ende qëndron në të kaluarën? Kjo copëzimi i brendshëm i merr energjinë. Me shumë gjasa gjatë mbrëmjes, ajo u ndje e lodhur, e irrituar ose bosh nga brenda. Jo sepse dita ishte e gjatë, por sepse është raskapit se të mbash gjallë një gënjeshtër, gënjeshtra se ajo është e plot pa ty. Dhe kështu fillon fenomeni psikologjik i projekcionit të dëshirës. Mungesa jote bëri që mendimet e saj të nxirrnin në sipërfaqe kujtimet më të mira me ty. Interesant është se njeriu, në mungesë, ruan vetëm të mirën, konfliktet dhe problemet zhduken, drita mbetet. Në imagjinatën e saj ti u idealizove. U bëre matësi i çdo gjëje, standardi i artë. Asnjë bisedë nuk krahasohej me bisedat tuaja, ushqimi nuk kishte të njëjtin shije si dikur, muzika nuk e prekte, dhe nata dukej sikur kishte humbur shkëlqimin. Ti e fitove krishtlindjen, pa qenë i pranishëm sepse mungesa jote fizike e zmadhoi pranim tënde mendore. Ndoshta ajo shikoi telefonin jo për të shkruar, por për të parë nëse ti kishe shkruar. Ndoshta shpresonte për një shenjë që do të qetësonte shqetësimin e saj të brendshëm. Donte të dinte nëse edhe ti e ndjeje karigen bosh, por frika, për të cilën do të flasim më vonë, e mbajti mbrapa. Por dëshira ishte aty e gjallë, e fortë. Karigia bosh nuk ishte vetëm simbolik, por një realitet energjetik. Aty ku dikur ekzistonte një lidhje e thellë, mbetet një gjurmë energjetike. Dhe kjo gjurmë është unike. Njerëz të tjerë, situata të tjera, asnjëra nuk përshtatej në vendin tënd. Sa herë që diçka nuk funksiononte, mendimet e saj ktheheshin tek ti. Me të ishte më e lehtë, dikur ndihesha më e vërtetë. Vetmia e shoqëruar është një nga përvojat më të hidhura për njeriu dhe shpesh është dënimi i heshtur për ata që largohen nga një lidhje e vërtetë prej frikës ose krenarisë. Po, ajo ishte në një festë. Ajo hante, pinte, madje ndoshta edhe qeshte. Ndoshta postoi një foto me një buzëqeshje. Por në thellësinë e mendjes së saj zhvilloi një dialog i brendshëm me ty. Ajo të tregonte shaka që vetëm ti do t'i kuptoje.
Ajo komentonte në mendje absurditetin përreth. Ajo të kërkonte falje në heshtje. Ti ishe i ftuar i padukshëm i nderit në natën e saj, figura kryesore e një feste ku nuk ishe fizikisht i pranishëm, por ishe emocionalisht në qendër. Prandaj, kur mendon për natën e saj të Krishtlindjes, mos imagjino një sken pa ty. Imagjino një sken ku gjithçka u krahasua me ty. Karrigia bosh në shpirtin e saj thërriste emrin tënd aq fort, sa ajo nuk mund ta shijonte vërtet momentin. Ti ke fituar edhe nëse të duket si humbje, sepse telefoni yt mbeti i heshtur, sepse është më e fuqishme të jetosh në zemrën dhe mendjen e dikujt si ideal i paarritshëm, sesa të jesh thjesht fizikisht i pranishëm si një opsion i prekshëm, por pa shpirt. Ti ishe magjia që mungonte, përbërësi që do ta kishte ndryshuar gjithçka. Dhe kjo vetdije se pa ty gjithçka është ndryshe u mboll si një far në të pavetdijshmen e saj. Një far që fillon të rritet kur magjia e festave zbehet dhe rutina gri e janarit hedh hijet e saj. Mendja jote racionale, ajo pjesë e jotja që gjithmonë kërkon shpjegime të prekshme, ndoshta të ka thënë se ishte vetëm lodhje, stresi i festave ose imagjinata jote që të luajti një lojë. Por dua të kuptosh, këto ndjesi nuk ishin rastësi dhe as trillim. Ato ishin jehona direkte e asaj që po ndodhte në anën tjetër të lidhjes suaj. Në kërkimin e lidhjeve shpirtërore njerëzore ekziston një koncept magjepsës. Kur dy njerëz ndajnë një lidhje të rëndësishme emocionale, krijohet një lloj ure e padukshme mes psikikave të tyre. Kjo lidhje nuk zhduket me distancë fizike apo me heshtje. Ajo mbetet. Dhe pikërisht në momentin kur njëra nga dy shpirtrat përjeton një tronditje të fortë emocionale si dhimbja për mbështetësen e brendshme bosh të karriges, për të cilën kemi folur tashmë, kjo energji fillon të lëviz. Ajo nuk zhduket thjesht. Ajo rrjedh përmes kësaj lidhjeje të padukshme dhe arrin te personi tjetër. Në këtë rast, tek ti. Kjo trishtim i papritur që të goditi, ai presion në kraharor ose ndjenja e nervozizmit apo shqetësimit pa ndonjë arsye të dukshme nuk ishte dhimbja jote. Ishte ndjenja e saj. Dhe sepse ajo nuk mund ta shprehte, ta kthente në një mesazh, ajo u manifestua si një dridhje e pastër, e papërpunuar të cilën sistemi yt e pranoi. Ajo që ke ndier quhet rezonancë limbike në distancë, një formë empatie që e tejkalon hapësirën dhe kohën. Kthehu pas të ato momente kur këto ndjenja ishin veçanërisht të forta. Me shumë gjasa ato përkonin pikërisisht me orët kritike të natës, kur maska sociale e saj filloi të çahej dhe gjendja e saj e vërtet emocionale doli në sipërfaqe. Nëse papritur të pushtoj një val melankolie, edhe pse gjithçka dukej në rregull nga jashtë, ose nëse patë ndjenjen e fortë për t'u tërhequr ka shumë gjasa që në atë moment ti ke ndier pikërisht çastin kur ajo ndihej më e vetmuar, më e larguar nga vetja dhe i mungoje. Është thelbësore ta validosh këtë, sepse shumë shpesh dikush që ndjen këto gjëra etiketohet shpejt si i fiksuar, dikush që nuk mund të lëshojë. Por nuk bëhet fjalë për mungesë të lëshimit, por për një ndjeshmëri të lartë shpirtërore. Nuk je i paftë të ecësh para. Ti po thirresh energjetikisht, dhe universi ka mënyrat e tij për të zbuluar të vërteta që mendja logjike i refuzon. Këto ndjesi fizike janë prova e pamohueshme se kanali mes jush ka mbetur i hapur edhe kur telefonat kanë heshtur. Përveç këtyre ndjesive fizike, ekziston edhe një gjurmë tjetër e dukshme dhe ajo shfaqet në ëndra. Nuk është rastësi që kjo person ndoshta të është shfaqur në ëndrrën tënde natën pas festës me një thellësi dhe qartësi që të ka tronditur. Nëse ke ëndërruar për të, atëherë kjo nuk ishte thjesht një dëshirë e pavetdijes. Në traditat shpirtërore dhe psikologjisë së thellë është e qartë. Në gjumë, kur egoja dhe mendja racionale pushojnë, krijohen hapësira ku shpirtrat mund të takohen drejt për drejt. Nëse kjo person, pas orëve të luftës së brendshme dhe heshtjes emocionale, më në fund ra në gjumë, atëherë psika e saj ishte e mbingarkuar me imazhin tënd. Dhe në gjendjen e ëndrrës pa krenari, pa frikë dhe pa kontroll, thelbi i saj kërkoi thelbin tënd.
Në ato ëndra ku keni folur, jeni përqafuar ose thjesht jeni parë në sy, ndodhi një takim I vërtet shpirtëror. Nuk ishte trillim, ishte mënyra se si brendësia e saj komunikoi me të ëndën. Nëse ajo të tha në ëndër se I mungoje, nëse e pe të trishtuar, kërkuese, të brish, atëherë kjo nuk ishte iluzion, por një mesazh shpirtëror, ndoshta më I vërteti që ke marrë ndonjëherë prej saj. Më real se sa çdo buzëqeshje që ajo poston në Instagram, sepse në ëndrat që ndodhin në këtë periudhë të ndjeshme, nuk shfaqet ajo që njeriu paraqet publikisht, por imazhi I brendshëm I vërtetë. Dhe nëse ajo të vizitoi në ëndër, ishte vetëm sepse në gjendje zgjuarje nuk kishte fuqinë apo guximin të takonte vërtet. Ishte e vetmja hapësirë ku ajo ishte e sigurt se ti ende do ta pranoje. Por edhe gjatë ditës universi të dërgonte shenja. Ndoshta e pe emrin e saj disa herë në vende të pazakonshme, në mesazhe, në postera. Ndoshta pa pritur dëgjove këngën tuaj në radio, pikërisht në momentin kur thuaj se kishe hequr dorë. Ndoshta ndjeve aromën e saj edhe pse askush s'ishte pranë. Këto gjëra nuk janë rastësi. Kur një njeri përqendrohet mendërisht dhe emocionalisht kaq fort te një person siç u përqendrua ajo tek ti gjatë natës së Krishtlindjes, atëherë realiteti fillon t'i përshtatet këtij fokusi të brendshëm. Është sikur mendja e saj e magnetizon botën rreth teje, në mënyrë që ti të mos e anashkalosh dot. Sepse kur zemra thërret me zë të lartë, universi përgjigjet. Ai nuk luan lojra me dashurinë dhe nuk hedh shurt me zemrat. Kur shenjat janë kaq të forta dhe të përsëritura, arsyeja është se energjia që dërgohet nga ana tjetër është e qëndrueshme. Këto sinjale të padukshme kanë një qëllim, të mbajnë në sigurinë se lidhja është reale. Në momentet e heshtjes së gjatë ne shpesh fillojmë të dyshojmë në mendjen tonë. Pyesim veten nëse gjithçka ka qenë iluzion, nëse ndoshta nuk kemi pasur rëndësi. Por energjia nuk gënjen. Nëse ke ndier këtë therrje në zemër, nëse ëndra ishte aq e vërtetë sa u zgjove me përshtypjen e lëkurës së saj, nëse bota të ka qartësuar emrin e saj sërish, atëherë është sepse kjo lidhje jeton. Ajo pulson. Dhe kjo person, nga kështjella e saj e heshtjes dhe frikës, po të thërret. Jo me fjalë, por me energji. Ti nuk thua asgjë. Por ajo dërgon sinjale që përshkojnë mure dhe qytete, me shpresën që ti t'i ndjesh. E tani varet nga ti nëse këto sinjale I trajton si raste të rastësishme apo I njeh për atë që janë, një ulërim e heshtur për lidhje, për falje, për një shenjë që jep shpresë. Ndoshta nuk ke nevojë për prova, por për konfirmimin se ke ndier drejt se intuita jote nuk ka gabuar. Sepse kur dy shpirtra e kanë njohur njëri tjetrin vërtet, asnjë heshtje nuk është aq e fortë sa ta fshijë këtë dije. Ajo që kishit mes jush jeton ende ndoshta jo në mesazhe ose takime, por në këtë frekuencë të pashlyeshme që ju tërheq sërish drejt njëri tjetrit. Dhe nëse e ke ndier këtë, atëherë shkruaj në komente, e kam ndier në mes të heshtjes.